Përgatitje për betejë nga jeta e dërguarit Muhammed a.s. Mekasit ndjen goxha humbjen e rrugës së tyre të karvaneve nga deti Kuq. Ndër dizavantazhet e alternativës së vetme ishte se në rrafshinën e Nejdit, puset ishin relativisht larg njëri tjetrit, por tani që muajve të verës po u vinte fundi, udhëtimi mund të menaxhojë kollaj duke shtuar numrin e xhepeve ujëmbajtëse, dhe ata vendosën të dërgonin një karvan të pasur në Irak, të përbërë kryesisht nga shufra dhe enë argjendi, që vlenin rreth 100.000 dirhem. Karvani do të ishte në drejtimin e Safvanit. Disa nga qifutet e Medinës kishin të dhëna sekrete rreth karvanit e një ansar rastisi t'i dëgjonte, tek po i diskutonin. I dërguari i dinte se Zejdi kishte dhënë tij prijesie dhe e dërgoi atë në krye të një toge për 100 kalorësish. Partizan prit karvanit afër Karadës, një ndër pikat kryesore me ujë përgjatë tërë rrugës. Forcat relativisht e vogla e kësodore, më të menaxhueshme, i mundsuan Zejdi të realizonte të gjitha elementet thelbësore të një prite efikase. Vërsulja e tyre e bëft me shpërsi dhe papritur e detyroi Safvanin me të tije t'ja mbathnin, ndërsa Zejdi me kalorësit e tij u kthye në Medinë nga dhimbtar, duke u bërë vetë eskorta e të gjitha deveve mekase të transportit me ngarkesat e tyre të pasura të argjendit dhe mallrave të tjera si disa të kapur. Në Mekë, xhama e Karadës intensifikoi e i përshpejtoi përgatitjet që kishin vazhduar qysh nga Betri për një sulm të papërballueshëm mbi Medinën. Muaji i shenjtë i Rexhepit kaloi bashkë me të mesi i dimrit dhe viti i ri 625. Në muajin vijues u bë martesa Hafsas. Pastaj erdhi Ramazani në këtë muaj të agjerimit, për gëzimin e madh të gjithë besimtarëve. Fatimia lindi djalë. I dërguari tha fjalët e zanit në veshin e foshnjës se sapo lindur dhe a quajti El Hasan, që do të thot i bukuri. Hënë u bë plot dhe pas 1-2 ditësh erdhi përvjetori i Bedrit. E në ditët e fundit të muajit, një letër e fulosur ju solli të dërguarit nga një kalorës që kishte galopuar 3 ditë nga Mekka në Medinë. Ajo vinte nga xhaxha i tij Abasi, i cili paralajmëronte se një ushtri prej 3.000 vetësh ishte gati të marshonte drejt Medinës. 700 prej tyre ishin me parsmore dhe kishte 200 kalorës. Deve kishte aq sa dhe njerëz, pa numëruar ato të transportit dhe ato që mbartnin hodha për gratë. Kur mbërriti letra, Kurejshët ishin nisur. Ebu Sufjani, kryekomandanti, mori me vete Hindin e një bashkëshorte të dytë, dhe Safvani solli 2 bashkëshorte, ndërsa prijesat e tjerë nga një. Gjuber ibn Mutimi qëndroi në Mekë, por dërgoi me ushtri një skllav Abisinas, të tin të quajtur Vashi, i cili ashtu si shumë bashkëdhetarë të tij ishte ekspert në hedhjen e shtizës. Vashi rallëherë ishte parë të mos qëllonte në shenjë dhe Gjuberi tha: nëse vret Hamzain, xhaxhain e Muhamedit, si jak marrë përtimin, je i lirë. Hindi mori vesh për këtë, e në një prej ndalesave, sa herë kalonte pranë Vashiut, në këmbë i thoshte: përpara baba i qullit, shfrej e pas ta përpi. Ajo ja kishte bërë të qartë paraprakisht se krahas pronarit të tij, edhe ajo kishte etje të shprehte dhe një shpërblim për shpejtësim. Mërguesit e ndihmuesit kishin edhe një javë para se armiku të vërsulej, por brenda kësaj kohe u duhej bërë vend brenda mureve të Medinës të gjithë atyre që jetonin në pjesët e jashtme të oazit, bashkë me kafshët e tyre. Kjo u bë dhe nuk mbeti kal, dev, lop, dele adhi jashtë mureve. Mbetej të shihej se cili ishte plani Mekas për të vepruar. Erdhën lajme se ata kishin marrur në rrugën perëndimore rreth detit.
Kur erdhi koha u futën në tokë dhe bën një ndalesë të shkurtër rreth 5 milje në perëndim të Medinës. Pastaj marshuan në vendlindje për ca milje dhe fushuan në një rrip toke të lëruar në rrafshinën poshtë malit i cili shikon Medinën nga veriu. I dërguari i dërgoi zbulues, të cilët u kthyen mëngjesin e nesër me të dhënat se numri i armikut ishte vërtet siç thuhej në letër. Kurejshet kishin me vete dhe 200 burra nga Thekifët, si dhe kontingjente nga Kinanejt dhe aleat të tjerë, 3000 e sa devet dhe 200 kuajt po hanin tërbarin dhe tërë të mbjellat ende të pakorra në veri të qytetit dhe shpejt nuk mbeti asnjë fjebari. Ushtria nuk tregonte shenja se ishte gati për ndonjë veprim të menjëhershëm. Megjithatë, qyteti u ruajt mirë atë natë dhe 2 sade të Evsëve dhe Hazrexhëve, pra Ibn Muadhi e Ibn Ubade, ngulmuan të bënin roj jashtë derës së të dërguarit dhe me ta ishte Useidi e një trup roj e fuqishme. Veti dërguari ishte ende i paarmatosur, por ai pa në ëndër sikur kishte veshur një parsmore metalike, të padëpërtueshme dhe kishte hipur në shpinën e një viçi. Shpatën e kishte në dorë dhe vërejti një shtypje në të. Ai pa ca gjethe dhe dinte se ishin të tiet dhe ata u bën kurban përpara syve të tij. Në mëngjes ai u tregoi shoqëruesve çfarë kishte parë dhe interpretoi duke thënë: "Parsmoria e padëpërtueshme është Medina, ndërsa shtypja në shpatën time është një goditje që do të më jepet. Gjethet e bërë kurban janë disa nga shoqëruesit e mi që do të vriten. Sa për viçin që po ngaja, është pjesë i kalorësve të tjerë, të cilin do ta vrasim, inshallah." Mendimi i tij i parë ishte të mos dilej nga qyteti, por të përballoj një rrethim brenda mureve të tij. Megjithatë, ai dëshmoi që mendimi t'i konfirmohej nga të tjerët, sepse nuk ishte asesi një bindje, kështu që mbajti konsult nëse duhej të marshonin për jashtë apo jo. I pari që foli ishte Ibn Ubej, qyteza jon, tha ai. Është një vjeçëresh që s'na është dënuar kurrë. Kur nuk kemi dalë jashtë saj për të sulmuar Hasmin, pa pësuar humbje të rënda. Kur nuk janë futur në të pa e besuar ata humbjen. Ndaj lëri, o i dërguari i Zotit, vajtues se do të jetë xhema atyre, derisa të qëndrojë dhe kur të kthehen do të shkojnë mbrapsht të hidhëruar e dështues pa asnjë qarë. Një numër i madh shoqëruesish të vjetër, nga mërguesit dhe nga ndihmuesit anonin nga mendimi i Ibn Ubejit. Kështu që i dërguari tha: "Qëndroni në Medinë dhe vendosni gratë e fëmijët të fortesa." Vetëm kur foli kështu u bë qartë se më të rinë po digjeshin nga dëshira për të marshuar për jashtë kundër armikut. "O i dërguari i Zotit," tha njëri prej tyre, "prina ndaj Hasmit. Të mos kujtojnë se ua kemi frikën apo të jemi tepër të dobët për ta." Këto fjalë morën një murmurim miratimi nga pjesë të ndryshme të kuvendit dhe të tjerë thanë gati në të njëjtën gjë, me argumentin shtesë se mosveprimi e mosarritja për të marrur shpagim për të korrat të tyre të shfarosura veç se do të trimëronte Kurejshët ndaj tyre në të ardhmen, pa folur për fiset e Nejdit. Hamza i Zad ibn Ubade dhe të tjerë nga më të përvojshmit filluan të anonin nga ky mendim. Në Bedër, tha njëri prej tyre: "Ti kishte vetëm 800 burra dhe Zoti të dha kontroll mbi ta. Tani jemi shumë dhe kemi shpresuar për këtë rast e jemi lutur Zotit për të dhënë për të dhe ai na ka sjell bashkë të dera." Atëherë një nga më të vjetrit e pranishëm u ngrit të fliste një burr si quajtur Hejtheme. Ai përsëriti shumë nga argumentat e dhënë kundër qëndrimit të mbrojtje. Pastaj foli nga një kënd me personal. I biri i tij Sadi ishte ndër muslimanët të pak që ishin vrarë në Bedër. "Mbrëm në gjumë," tha ai, "pashti mbir, pamja e tij ishte më e bukur dhe dëshmova se si ishte dhënë të përmbushte çdo dëshirë mes frutave të lumenjeve të kopshtit." Dhe ai tha:
Eja të ne e bëu shoqëruesi ynë në xhenet. Gjithçka që Zoti im më ka premtuar e pash dhe ishte hak. Unë jam plak dhe afër takimit me Zotin, ndaj lutju, o i dërguari i Zotit, të madhuroj shahadetin e shoqërinë e Sarit në xhenet. I dërguari bëri një lutje për Hutheimen, sigurisht të heshtur sepse fjalët nuk janë regjistruar. Atëherë një nga ndihmuesit u ngrit dhe fliste, këtë radhë nga mesi i Hazregjeve Malik ibn Sinani. O i dërguari i Zotit, përpara kemi njëre nga dy gjëra të mira, ose Zoti do të na dhurojnë poshtin e tyre, dhe kjo është ajo që do të donim, ose do të na jap shahadetin. Nuk merakosim se cilën, sepse në të dyja ka hajër. Tani më ishte qartë, jo vetëm nga fjalët e thëna, por edhe nga miratimi i përgjithshëm me të cilin ato u pritëm, se shumica ishte kundër qëndrimit pas mureve të qytetit dhe i dërguari vendosi të sulmonte. Në drek, ata u mblodhen për namazin e xumaz dhe tema ligjëratës së tij ishte lufta e shenjtë dhe gjithçka ajo kërkonte sinqeritet e përpjekje. Dhe ai tha se fitoria do të ishte tyrja, nëse mbështesin të palëkundur, pastaj i urdhëroi të bëheshin gati për të ndeshur me Hasmin. Pas lutjes, dy burra pritën mbrapa për të folur me të dërguarin dhe çdo njëri ishte një vendim urgjent për të marrë. Mes tyre ishte Hanzale, djali i Ibrahimikut, të vetë stilizuar Ebu Amir, i cili pikërisht në këtë qast, pa dijenin e të birit, ishte në kampin armik në Uhud. Ishte dita e martesës së Hanzales, ditë që ishte zgjedhur javë më parë. Ai ishte fejuar me kushërirën Xhemile, bien e Ibn Ubejit, dhe nuk dëshironte të shtynte martesën, por se ishte i vendosur të luftonte. I dërguari i tha ta festonte martesën dhe ta kalonte mbrëmjen në Medinë. Nuk mund të kishte luftim para agimit të Hanzale. Do të kishte kohë boll t'i bashkohej në Medan, mëngjesin e së nesërmes. Ai mund ta gjente vetë se nga kishte kaluar ushtria duke pyetur. Tjetri ishte Abdullah ibn Amri i Beni Selimes, njërit prej klaneve Hazregj. Ishte pikërisht ai që kishte shkuar 3 vjet më parë në Hax si pagan dhe kishte hyrë në Islam në luginën e Minas, ku i kishte dhënë besën të dërguarit në Akaban e dytë. Tani, 2-3 net më herët, Abdullah kishte patur një ëndër jo të ndryshme nga ajo që kishte treguar Hejtheme në kuvent. Një burr i kishte ardhur në ëndër dhe ai e njohu si një ansar me emrin Mubashishir. Ne bëjmë atje gjithçka na pëlqen të bëjmë. A je vrarë në Bedër? Pyeti Abdullah. Po, tamam, tha Mubashishiri. Por pastaj u sollën në jetë. O baba i Xhabirit, i tha i dërguari i Abdullahut, kur ja tregoi ëndrrën. Ky është shahadet. Abdullahu e dinte këtë në zemër, po prap dëshironte që ta konfirmonte nga i dërguari. Pastaj shkoi në shtëpi për të bërë gati për luftë dhe për të dhënë lamtumirën fëmijëve. E shoqja kishte vdekur së fundmi duke lënë me një djalë. Xhabirin, që sapo kishte hyrë në pjekuri dhe 7 motra shumë të vogla se vëllai i tyre. Xhabiri ishte kthyer nga xhamia e ishte i zënë me armët dhe parsmoren, nga se nuk ishte qenë i pranishëm në Bedër. Ai ishte edhe më i edhshëm të dilte me të dërguarin këtë herë, por i ati kishte mendim tjetër. Biri im nuk është e udhës stilem ato, duke nënkuptuar të bijat pa burr. Ato janë të reja të pambrojtura dhe druhen për to. Por unë do të dalë me të dërguarin e Zotit, se mbasi bie dëshmor nëse Zoti ma dhuron kështu, që po i lë në kujdesin tënd. Ata u mblodhen prapë për namazin e pasditës, dhe deri atëherë burrat nga Medina e sipërme ishin mbledhur e gjindeshin në xhami. Pas lutjes i dërguari mori Ebu Bekrin e Umerin me vete në shtëpi dhe ata ndihmuan të vishej për betejë. Burrat u rreshtuan jashtë dhe Sad ibn Muadhi me farfisin e tij çortoi me fjalët: "E detyrua të dërguarin e Zotit të dalë kundër vullnetit të tij, ndonse atij vjen urdhri nga qielli."
Theni vendimin në duart e tij dhe lëreni të vendos rishtas. Kur doli i dërguari, kishte lidhur turbanin rreth helmetës dhe kishte veshur mburojën e gjoksit, nën të cilën mbante një veshje metalike me një brezë shpate prej lëkure. Ai madje kishte zhveshur shpaten dhe hedhur mburojën në shpinës. Shumë prej burrave tashmë ishin bërë pishman për rjedhjen dhe kishin marrur më të shfaqur. Ai i than: "O i dërguari i Zotit, nuk na takon ne të kundërshtojmë në asgjë, ndaj bëj që të duket më të mirë për ty." Por ai ju përgjigj duke thënë: "Nuk i takon jetë dërguari që pasi të ketë vënë parsmoren, ta heqë gjersa Zoti të ketë gjykuar mes tij armiqeve të tij. Kështu që kini mendjen për çfarë ju urdhërova, dhe bëjeni dhe esni përpara në emër të Zotit. Fitoria është e juaja, nëse jeni të parekundur." Pastaj kërkoi 3 heshta e i lidhi për 3 flamuj. Flamurin e epseve ja dha Useidit, atë të Hazregjeve Hubabit, i cili kishte këshilluar për pusat të Bedër, ndërsa atë të mërguesve Musabit. Ai caktoi përsëri të verbrin Abdullah ibn Maktum për të drejtuar lutjet në mungesë të tij. Pastaj hypi në kalin e tij sakt. Kërkoi harkun e tij, të cilin e vari mbi shpatull duke marrë një heshtë në dorë. Askush tjetër nuk kalëroi. 2 sadet marshuan përpara tij dhe kishte burra në të 2 anët, gjithsesi ishin rreth 1000.